Shku shkoj unë, pse më shku, me njek dhe shumë kam gjithë e dini ku jam, qa duhet me hy unë, me ju marrë anë në përbot, a i tjetër i del aty i thot. Kujt jam anë let vjet. Kujt jam anë let vjet. Kujt jam anë let vjet. Ku me ardhë? Me të hynë telefon? Ku me të ardhë? Në të hynë telefon? Se për këtë hynë asot, se s'hyna për ato. Kym ka pas thanë mu për 3 muj do të vesh në Shkodër ose kë plakushi më ka pas thanë mu ti s'ke shans me hynë Shkodër. Të shi thot, kujt jam mon? Për çdo kush do të qoftë ai. Viça jam on vlla. Thot të shi kujt jam mon let vjen, okej, ku të vim? Ku? Se kur isha në Amerikë më thati s'hynë Shkodër. Unë me disë Shkodër se kam pi kafen, edhe sot, edhe nesër, edhe mas nesër. Ku? Të shqit dalet njek i këta laperat une, ku thojnë jam këtu jam atje, s'ka mund kohë ashtu, s'ka mas dorim. Kusht ketë pun, e din ku jam. Po nesër, i ku kjo. Informatën që e kom marrë, ajo goca e shkretës punta, i ka bloku lekët e GoFundit, jo që ja ka bloku dikush, i ka bloku, i ka shbloku, edhe lek nuk do t'i prejkë sepse ka gjithë donator që do t'ja pagu shërimin, edhe krejt lekët që jenë kanë betë në GoFund, do t'ja u the njerëzve, edhe ajo do dele pastër. Po këta që ka dash milion këta shqyetosh. So fut se me këtë GoFund pa pas nevoj se njësh. Informatën që e kom marrë, ajo goca e shkretës punta, i ka bloku lekët e GoFundit, jo që ja ka bloku dikush, i ka bloku, i ka shbloku, edhe lekët nuk do t'i prejkë sepse ka gjithë donator që do t'ja pagu shërimin, edhe krejt lekët që jenë kanë betë në GoFund, do t'ja u the njerëzve, edhe ajo do dele pastër. Po këta... A një gjoni jo që a thot këmë? Se jam ka një lollën dje, s'mujta me hy me i këthy përgjigje. A kuptoni ju se për qa është bëha tonë kjo luft? A kupton dikush a se kupton? A kuptoni se këtë doli ma në fund në fjallët e mija? A kuptoni që Sami doli dhe me thanë ma në fund? Se këtë kujton se mull mu me këta shakazjarë, po a kuptoni që kjo është dora edhe i bani gjitha këta me gjitha të Aleksin bashkë, i banën të gjitha këta rëmuja, sesi mu harruki GoFundi, edhe thot nuk është e ka blokua ajo, thot jo se ka blokua ajo, këtë GoFund e kam bloku unë, këto lek këtu, këtë GoFund kësaj kurve e kam bloku unë, edhe këta po munohen në të gjitha andë, në dalë të pastër. Po mirë mërë Sami, Klyshi, Lepuri, si më shehesh në përbotë. Pse të përgjigjet ty ajo pranvera, që të me që ti nuk ke gja të bajmë në këtë punë? Pse është duk ajo? Pse të përgjigjet vetëm ty ajo? Se ta shike fut edhe Lornën, llogaritet, është ka zjarë edhe një vajzë tjetër që punon atje menaxhere, ka fut edhe tjera, kupton çfarë pisi, çfarë palaçot është, mundot me hell njerëzve pluhun në sy.
O ju që shani, ju s'keni pse mos me shamu, se ju du të mi u marrë lekt, mi u marrë nanat, motrat, me aqu Samit, edhe jeni në rregull. Vazhdoni shani, pse mos me sha. Edhe ju që përmen një emna këtore, mos jeni me përmen emna, o legena, sa qef keni me fut intriga në për të në antërë. Nuk njof asken në shumë, asken nuk njof. Vetën, familjen të eme, kratë e mi, njof. Kuptove, leni mos rëni të përmen emna të fut, shërë, jeni qu 20 veta si me fut shërë me gjithë Shqipërinë. Të përmen emra, ashtë kjo, ashtë taj, a njef kjo, a njef atë. Nuk njof asken. Njof vetën, familjen të eme. Nuk njof asken. As kam pun me asken, përveç këtyne që a dijet këtu. Ecë mos në rruni lesht ma, a njef kjo, a njef atë. S'kam pun me asken. Heq. As ato, s'kan pun me mu. As unë me ato, as me këto. Me ke kam pun e di unë. Po, isha folë për këtë gofondin, se duhet me folë, se kishte dala i zërnia me atë psikopatin ati në Londër, që i ka dit me orë, të usjall grejpat. Disha me dalë me i thonë që ti që hiqesh si nuk ke punë, gofon, pse i ke tonë këta informata ti? Edhe si the, lek do t'ja kthejnë ajo, se kanë dalë do donatora, që the, do donatora. Donatora për qa? Për çfarë janë donatorat? Ku i keni analizat? Se s'na të regoni se është e smurë ajo, si masteje. Se po thu kanë dalë do donatora me shëru. E shëru ma, të punon rrugë për ty. Ajo është të shëru me. E ke qu mrapa në të baza, ku ke pas. Të punon rrugë. Çfarë shërimit? Çfarë shërimit o shok? Më thuj pak mu. Ku i keni analizat? Po prit të Aleksi, ja 3 javë, iken. Po prit që ti analizat e tuja me doktora privat. Ku janë? A kupton se s'kelon gjapa ba vetëm si me mposht këtë gjak, këtë hajni që keni ba? Ke fut Klajda, ke fut Aleksa, ke fut... Aleksi njëni bash, keni grup jo dy po. S'keni lan njëri pa fut si me hell këtë gja posht, këtë gja si unë jam zora. O fajr, iko shok se nuk jam për lojnë e minut. Am kërkova e la. Po që se servilizëm, po t'ja di se pojtot. Servilizëm. Qa ke bon e gjanë? E që vla, isha të folë për i temë gofondit, për atë nuk t'i rast. GoFund? Baf mirë. Fajr, hajde vla, se flasë, po, kludet. Aj, për zotë. Po kështë e mure ishte, se s'du më hangër në bishë. Po jo më pleks, a ti gajlë. Jo shokë se si du. Tonë. Isha të pa, si që thash, ta qërë edhe herë. Informatën që e ko marë, ajo goca e shkretës muka, I ka bloku lekt e gofondit, jo që ja ka bloku dikosh, I ka bloku, I ka shbloku. A dini kur dola unë fillim I thash, kthej lek shqiptarëve se nuk je e smur, edhe e nxorra me voice, me video, janë gjitha prap, they help prap. Që ajo thotë, jo, po thuj shqiptarëve se I kam vjell lek tunë, të shiky palaçoja, ky plaku Matuf, thotë ajo I ka bloku, jo. Ajo ka pas në dorë me I kthy,
Po ky me forcat e veta, me grupin e vet mundohen me I marrë ato lek. Ato lek janë bllokume për policisë New Yorkut, o Sami Dubai. Si që edhe ti I bllokume, edhe ti s'ke bëth me hynë New York, mo. Edhe ti, të presin me fatura ndorë në aeroport, sa të vish. A more vesh? Ato lek janë blloku nga unë. Edhe I kam me prova. Por pjesa këtu është se ky hiqet si viktim, ky hiqet si burr I mirë, ky hiqet si kur s'ka punë me ato, po ky del me informatat atyne. Ky thot ajo kështu, e fut në live atë, e merr telefon, I përgjigjet. A kupton? Përmend emra atyre, zjarr Lorna tash, doli një Lorna tjetër tash, dolën, a kupton? Fut klajt kurtin me shoh familjen njerëzve, fut, a kuptoni qa të bë ty ky njeri është 2 muj? Ka 2 muj që jashtë munu në gjitha anë, si me mull mu poshtë, me më zjarë prej vetit, me mba me shoh, me mba në nivel tyne. E gjitha kjo luft është bë, vetëm se jo kam zjarë këtë ftyrë të pisë që kanë, hajdutat e gofondit. Edhe pa pik turpit, djeshkon e hyn me Klajdin, edhe I thot, mas shaj, thot ti. A kupton aty përballë, kurse nën tjetër I sholek shaj, thot, mos e nal shamen. A kuptoni? Hiqet si I mirë, I hin aty ban si burr I mirë, mos shaj, thot. Nën tjetër ja ban repost live-in, kur atu shaj, e reposton. Hajde të tregojnë privati, thot se qa duhet të vjeç për Elin. Kurse kur del aty, del edhe I mirë edhe thot gofondi e pa gofondi. Gjë këtu. Ti Geralda se je e përmenun këtu. Edhe lek nuk do t'i prejkë sepse ka qenë donator që do t'ja pagu shërimin edhe krejt lek që jam kanë betë në fond do t'ja u the njerëzve edhe ajo do t'ele pastor. Po këta që Okej. Krejt lek që kanë ngel gofond thot do ja kthej njerëzve ajo do jetë e pastër. Në radhë të parë, ajo nuk ka si me kanë e pastër sa prostituta jote. E para. E dyta, ajo s'ka si me kanë e pastër se ka rrejt gjithë shqiptarë për $450,000 që ka nevojë mu bëha për im edhe që është të smur me leuqemi. Dhe nuk nadzore as I provë që ajo është të smur. Na e prunë nga Arabia, New York e gjitha nej mort lek edhe nuk nadzore as I dhoj prove që është të smur. Tash I pas ka gjetë donator 3 që si duen ma këto lek të poplit se do t'ja paguin dikush tjetër. A kupton? Po me që pas ka gjetë donator 3, pse nuk I kthen lek mrapa? Sepse lek mrapa kthehen me një email të asaj. Sepse GoFondi është në emër të Suada Malls. Ky GoFond, që është $300,000, është në emër të motrës vet. Edhe kjo motra vet, për 2 minuta, mund t'i kthejnë gjitha këto lek mrapa popullit, 362.000. Po ai thot do t'i kthejnë. Pse nuk I kthen? Ai plakushi, ai qelpsina I qelpt, thot do t'i kthejnë. Pse nuk I kthen? A keni ma një gja me ba, se s'keni lënë gja pa ba. A keni ma një gja një rrug djalje tjetër, a keni ma një rrug djalje tjetër, a keni ma një familjarët në kuj me jasha, për këtë hajnin që batë. A keni ma? Ta shina doli se Eli ka desh me I marrë lek. Po t'kisha dashën me I marrë lek, që nevoj ka mund me dalë të në TikTok? A e më budalën, a duke më gja budalë? Po t'kisha dashën me I marrë lek,
Pse dalun këtu dhe luftoj për ato lek, me i marrë mra për popli. Si mas të jetë, më semi kurva. Pse? Unë i kam pas do gjë me prova. I kam prap, do t'i publikoj prap në... Janë aty vërse i kam myllë, se nuk i kam fshi. I kam pas do gjë me regjistrime, me prova, me video, me çdo gjë. Si s'vjen turp, më 60 vjeç, si ka mundësi nuk vjen turp sa janë për ditë. Futesh me klaj dikurtin, i çon fotografit familjes teme, e sponsorizon me msha, masa ne hine futesh tu, go fondi, ka desht me vjell eli. No? Turp vjen habi me këto shqiptarë që janë këto, 2000 veta, më ju vjen habi, po shkoni 2000 veta, shajeni krejt rëpt ati legenit. Aty në komente, ku t'jen? Ashtë turp me kanë shqiptarë ajo. Ashtë turp me pas na në rrjete sociale, apo në për rrëth nesh, apo me e pa për dit atë ftyrë shkardat, atë ftyrë legend, atë plak palacho, tu rajt, tu mashtru, tanë shqiptarë, tu fut gjaqe, tu fut nga tresa, ashtë qu pesh, tu fut nga tresa në tëna grupet e Shqipnisë, a dini që të me thonë, një plak legend, ma ka qu emrin mu në tëna grupet e Shqipërisë, gjitha nej, Shkodrës, Shqipni, Juk, Veri, a kupton çfarë intriga është ban. Të mundu si e si ta fust këtë në shërë në tëna andë. Fut klaj dikurtin, përmen të fort të Shkodrës, përmen fort të Fushkrujës, përmen të fort të Durrësit, përmen të fort... Si e si me folu një gjame, më fut mu në shërë, a kuptoni çfarë pala që të ashtë. Unë s'kam qa me folë, se unë si gjysë nuk i njo heq. Unë kam 20 vjetja shtetit. S'ka lidhe kanë, mërë, për i keni pa vetë ju kanë. S'pyt mu kanë, se thash, se jam këtu me përmen emra të kërkuj. Po shikojni se qa banë. Rënë të përmen emra njerëzish, rënë të thonë Eli kështu, Eli ashtu. Fut emrin një të fortin Shkodër, fut emrin një të fortin tjerë të në Shkodër, fut emrin një të fortin Laç, fut emrin një të fortin Durrës, fut emrin një ati, fut si e si me djarga vedja, për një i gota, e gja me djarga vedja me thonë një fjallë, me hynë nga tres, me dunja. Jo sem të pas kënë frikën, se me pas kënë frikë, nuk jam me Shkodrës. Dhe s'kam frikën. Zotin vetëm, ja kam thonë me kohë, edhe ja thëmë prapë. Për punët e mija, për familjen teme, nuk më rruhet heq, për kërken heq, shkush heq për tokë si unë. Heq, zero. Për punët e mija, për familjen teme. Punët huja si hyk huj. Kur? As se kam pas zakon një herë, as se kam, as si përzijem kuj në punët e veta. Kur të vinë punat e familja jeme, e maj fort i këj Shqipnis jam. Jo veç i Shkodrës. Tash e gjeng ta me të bë telefon. Shohin si jenë live, bëjnë telefon, sikur se shefa, va jam... Si tash më shkruve dhe qa tash më bjen telefonit. A jam shes se jam live, va. Po hajde më i zonjush, jam thot, hajde, qoje. A? Thjesht, isha, ciao. Come stai, bella? Bene, bene, te? Ajo goca e shkretës munda, i ka bloku lekët e GoFundit, jo që ja ka bloku dikush, i ka bloku, i ka shbloku, edhe lek nuk do t'i prejkë, sepse ka gjithë donator, që do t'ja pagu shërimin, edhe krejt lekët që jenë kanë betë në GoFundit, do t'ja u the njerëzve, edhe ajo do t'ele pastor. Po këta që ka dash në gjithë lekë, këta shvjetos. Ajo thot do dale pasër, po këta që kanë desh me vjallë lek, le të arsyetohen. Do më lesh të shprehem, apo... Të the me një Prehu pa gabime. Jo, në rrap pa I njëri... bin se bajtojnë shumë, mos u prek.
Jo, unë do them atë që ndjej dhe atë që kuptoj, do me thënë, të dëgjosh është gjëja më e bukur, se ka persona që dëgjojnë me vesh, ka dhe persona që dëgjojnë me zemër, të analizosh diçka nuk është e kollajshme. Kam bërë që në TikTok-in shqiptar, digjinerimi ka marrë çmimin Oscar, dhe persona që hynë, do me thënë me dignitet dhe duan t'japin një shembull të mirë si puna jote, dhe këtë e kanë thënë jo unë, por shumë burra dhe shumë persona që të njohin, ke qenë njeriu. Bën një like se ma nezën tabelen direkt, please. Unë si tham kur bën e like as lule, po 2000 veta mas na ikun kjo, se na nezën këta me vrap, se bën reporta. Fal Ilta, vazhdo më fal. Do ta them shumë qartë dhe shumë shqip dhe shumë popullore, domethënë. Më vjen keq për popullin shqiptar, me them me shpirt të pastër, por nuk jemi njerëz. Jemi njerëz ku t'i bëjmë gropën çdo njeriu. Ta analizosh këtë lloj telefonate, është të lash, më fal, po do flas banale, të lash bythën me shurë, po bytha do ujë, për mendimin tim, falni, po tash na keni degraduar dhe neve do të them kështu. Për mendimin tim, sederja do ujë. Kështu që Zoti Sami nuk e di se çfarë ke kërkuar në TikTok, nuk e di çfarë karriere kërkon në TikTok, të jesh një bilioner si shtua ti, edhe ta uroj të jesh super, më tepër se briatore. Njeriu nuk e blen dot dignitetin me lok. Nuk kemi poshtruar kur bamirësinë që ke bërë ti, po kemi poshtruar njerëzillëkun që ti ke bërë. Nuk e lën njeri pa degraduar, nuk e lën njeri pa bler, edhe më duket koha e diktatori, do me thënë që o bëj si them unë o askush. Po tim duket se pas ka arru që gjakun e shqiptarit njerëz numërojnë me gishta. Ka njerëz që vdesin për bukë, po nuk shesin dignitetin. Kështu që ndaje pak shapi nga shoqëria. Ti djalit aty mos di çdo moment dhe bënte komentator futbolli. Nuk e kuptoj këtë gjë. Kur ky djalë sa kishte mbyllur 3 rekorde me bamirësi brenda një muaji, dhe të gjithë ne kemi mbështetur, rreth pare ka mbështetur krenaria e Tit, dëshmëria e Elbarupit dhe shokët që kanë ngrënë kapir gjithë jetën nëpër emigrime. Okej? Ku ishte strategjia e zotit Sami Dubai? Sami Dubai mund të ble toka, mund të ble dhe racat dhe etnit, po nuk mund t'i ble të gjithë personat. Tani, me që zoti Elbarupi u akuzua për, nuk e di, për hajdullëk. Për çfarë arsye e mori në Manhattan? Po kush është ai bir doktori dhe ai spital që rreziko ka karrierën e tij për i byth pranvera? Për një aktore. Kush u akuzua? Ai ka dal djej. Se unë ja xorra ata gjitha, unë ja xorra gofondin, unë ja xorra ftyrën këty në ty vjall. Aleksit edhe ore vajz, Aleksit edhe Samin, nuk akuzova unë. Unë ja xorra gjitha. Unë ja bëj pyetjen popullit, ku ishte leverdia e doktorit në mes të spitalit të Manhatës të rrezikonte karrierën e tij, duke thënë Elbarupi, kjo vajzë nuk është me luçemi, luçemia ka ikur. Pa zoten se nuk ka lidhje ma doktorin. Ngjoj edhe herë këtë videon me vëmendje. Informatën që e kom marrë, ajo goca e shkretës munda, i ka bloku lekët e gofondit, jo që ja ka bloku dikush, i ka bloku, i ka shbloku, edhe lekët nuk do t'i prejkë, sepse ka gjithë donator, që do t'ja pagu shërimin, edhe krejt lekët që jem kanë betë në gofond, do t'ja vëse njerëzve, edhe ajo do t'elle pastor, po këta që kanë dash një vjetë, jetë arsyetosh. Gjë mund të shi. Kjo zotëria thot që ajo goca do t'i kthejnë lek mrapa, sepse ka gjetë disa donator. Nuk e di janë gjën videon, s'ka lidhe doktor ashtu mo. Po pra, pas 3 muajsh. Pas 3 muajsh që ne pristim analiza. Lutem pra, po m'len të marrë një minut, atë lashën me fort. Kjo thot që ka gjetë se na i more ment. Ka gjetë do donatora 3 që do ja paguajnë kësaj spitalet edhe do i kthejnë lek mrapa. I ka gjetë tash ma sa mujve, po donatorët për çfarë? Se vajza nuk është e smur. A e kupton ti çfarë do thonë? Unë të kuptoj shumë mirë. Edhe vajza na pas ka kontakt me Samin ditë natë. A kupton, vajza ka tu falë të Sami tash për ditë. A kupton ti? Ka lidhje më doktori e injëzimit, sa to i kam zjarë që është ditën e parën. Ja kam tregu ftyrën unë, Samit dhe Aleksit kush janë. Ditën e parë. Edhe GoFundin e kam bloku unë. Ashtë alas sot i bloku. Ky dele thot, aja thot e ka bloku, do ta shblokojmë, e do t'ja kthejnë lek.
Nërkohë që ajo lek mund t'i kthejnë mrena 2 orëve. Vetëm i shkruan GoFundit, nuk jam e smurë, ma kthej këto lek mrapa dhe i kthen. Pra, ky zotëria po thot që ka gjetë disa donator tjera ajo, edhe nuk i do ma lek të popullit, tash i mas 3 mujve, sepse për 3 muj nuk pas kemi qa me i tregu popullit. Për të 3 muj, popullit nuk kena analiza me i tregu, që u ba nami me tregu analizat. Si Semi, si Aleksi, si ajo. Do dalun, do ju zjerë analizat, unë jam e smur, ato dojnë me mvjall lekt, ato këtë, ato këtë, tuk e shpif. Po këtu pra lidhet gjithë shka, me thënë që... Mas që ato nuk kanë qa me tregu ma, ky zotëria dele thot, do t'i kthejnë, thot, lekt popullit, se i ka bloku ajo, lekt, ajo, s'kishte nevoj me i bloku. Këptoni jo. Ajo nuk ishte nevoj me bloku lekt, lekt i blokova unë. Ajo, po të donte me bloku lekt, e kishte një shtypun. Pap, edhe këthete lekt mrapa. Okej, shina ma. A kupton? Ta shi ky zotëria dele thot, i ka bloku ajo lekt, se dojnë me ja kthy popullit, mas 3 mujve. Po pra, mas 3 mujësh. Edhe gjithë të kopas ka qenë të lidhur me anë të telefonatave, dhe mos haro se nemi të pritet të analizave të dyta, dhe këto analizat nuk dolën kur, mos haro dhe këtë. Qa jam të thanun, ajo nuk ka pas nevoj me bloku GoFund. Pik. A më kupton? Dhe ki e menjen, se qa jam të dash me thanë, thelbin e gjas. Ajo, po të donte me i kthy lekt që ditën e parë që unë i thash nuk je smur, ajo e kishte telefonin dorë, motra vet, edhe hynte aty i bëte refund. I kthete lekt mërna 24 orë, lekt vazhdoshin u ktheshin njerëzve. Tashi mas 3 mujve, e zjarë këtë tutorin e vet, Semin, edhe thot, ajo i ka bloku lekt për t'ja kthy njerëzve. Nërkohë, që për t'ja kthy lek njerëzve nuk ka nevoj me u bloku lek. Lek vetëm shtypet butoni dhe kthehen lek, pa u bloku. Pra blokimin e kam ba unë me prokurorin e New Yorkut. Edhe pranvera Piçka jenë prokurorit New Yorkut. E denoncume për atë gjatë që ki ba. Leni ti këto filmat me Semi Kurven që e bloku t'ju ose bloku t'ju. Leni këto, se nuk të ecin. Ti je në New York City, në qytet New Yorkut, ti je e raportume, e është qeshtja jote, është aty, mi tavolin. Qeshtja jote është aty. Mi tavolin, prokurin New Yorkut. Edhe prokuria New Yorkut ta ka bloku ty GoFundin. Leni këto prallat, mas 3 mujve del ti e thu, e kam bloku për me ja kthy lek njerëzve. Kur ti e kishe në dorë me i kthy lek, direkt, nga ty. Kur unë të thash, kthej lek popullit, e më the, thuj popullit i kam vjallun, i dini ju, e kini në gju telefonatat me nanën e vete, me atë e vete. I dini, unë do t'i bëj publike sot prap gjitha.